Pas informacioneve nga gjendja cila ka qenë 24 orëshin e fundit, mund të themi që edhe sot gjendja është njësoj, ka kolona në të dyja anët, kolona për në dalje nga Republika Kosovës për në Republikën e Sërbisë, mund të them se janë kolona dikun 200 deri në 300 metra dhe pritjet mund të jenë dikun nga 2 deri në 3 orë. Ndërsa në hyrjen, pas informacioneve që kemi nga qytetarët e cilët vinë në Republikën e Kosovës, pa informacione jo zyrtare, thuhet se pritjet janë edhe më të gjata. Sa i përket dokumentacionit, në pika të kalimit kufeve, me bo një marrëveshje më të lehtë, pak një mënyrë, një sistem më të lehtë, pak. E jo me formular, për shembull, se një formular deri po plotësohet për një person, dikun po merr kohë 20 minuta, 25 minuta. Unë i kam dikun edhe 1800 kilometra me shku në Gjermani, për shembull. Në mënyrë normale është me shku për 24 orë. Në mënyrë normale është me shku për 24 orë. A do mund që të bjupi 10 orë veç të, po fjallë. Qëta është 3 orë këty, 3 orë në Sëmbëtik, 6 orë. Jem të shku për Gjermanie, në ora 5 kom ardhë këtu, tash është në ora 11 e diçka, që 5 orë, 6 orë gati se për presim. Që mundi me ditë, të këta Kosovarët s'pat problem hiq, të këta tjerit nuk e di që ka është problem.